pritet sërish në ambientet e Bankës së Shqipërisë, një partnere prej kohësh e Bergit. Këtë herë e kam planifikuar prezantimin pak më vonë gjatë vitit, por megjithatë të monedës në Bankën e Shqipërisë. Si e përmendi dhe guvernatori, titulli i raportit tonë të tranzicionit është po aq rëndësishëm sa edhe herë të tjera, që është zbatimi politikave industriale, dhe një prej kryespecialistëve tanë do të flasë më në detaje për këtë, por para se të kalojmë te gjërat kryesore, siç është bërë tashmë traditë, do të doja t'ju informoj shkurtimisht mbi zhvillimet më të fundit nga Berg. Në vitin 2024, Bergji ka ofruar financimi prej 16.6 investuar në 584 projekte në të gjithë vendet ku ne operojmë. 58% e kësaj shumë e financimi është kanalizuar për ekonominë e gjelbër. Përveç financimave tona direkte, kemi mobilizuar pothuaj 27 miliard euro kapital nga palë të treta dhe 1.6 miliard euro fonde donatorësh për këto projekte. Viti 2025 pritet të jetë një vit i madh në shumë aspekte. Ne po fillojmë të operojmë në vende të reja si Iraku, Benin, Bregu i Fildisht dhe Nigeria. Dhe mezi presim të fillojmë projektet e bashkëpunimit në këto vende. Aksionerët tanë kanë shprehur një besim të jashtëzakonshëm tek ne, duke rënë dakord për një rritje të konsidershme të kapitalit për aktivitetin tonë në Ukrainë, si dhe duke mbështetur zgjerimin tonë gjeografik, çka tregon se Berg është padyshim në një rrugë zhvillimi. Para 2 javësh zhvilluam takimin vjetor të guvernatorëve në Londër, ku aksionarët miratuan zyrtarisht strategjinë e Bergit deri në vitin 2030 me këto prioritete kryesore. Së pari, përshpejtimi i tranzicionit të gjelbër për të mbështetur një rritje të qëndrueshme afatgjatë dhe për të përballuar me sfidat që sjell ndryshimi i klimës dhe degradimi i natyrës. Me të paktën 50% të investimeve tona vjetore të dedikuara për qëllime të gjelbra. Së dyti, fuqizimi i kapitalit njerëzor dhe avancimi i barazisë së mundësive për të gjithë, për të zgjeruar fuqinë punëtore, për të rritur produktivitetin dhe për të mbështetur rritjen ekonomike, ashtu si dhe para barazinë gjinore. Së treti, përmirësimi i qeverisë ekonomike për të nxitur transparencën dhe efikasitetin si në sektorin privat dhe atë publik, duke krijuar ekonomi të qëndrueshme. Ndikimi i bankës në këto 3 fushë prioritare do të forcohet dhe zgjerohet nëpërmjet 2 faktorëve strategjik: mobilizimi i kapitalit privat si kundërpalë direkte dhe indirekte e financimit të bankës, si dhe zhvillimi dhe zbatimi i teknologjisë digjitale për të hapur dhe shfrytzuar mundësi për ndikim të tranzicionit në të gjitha fushat. Në konferencën e të premtes do të flas më në detaj për këto prioritete të Bergit të përcaktuara në strategjinë deri në vitin 2030. Çfarë po bëjmë dhe si do të vijohet me mbështetjen e Bergit, jo vetëm në Shqipëri dhe më tej. Tani kalojmë në punën e bërë nga Berg për Shqipërinë. Më herët këtë vit, bordi ynë miratoi strategjinë e re 5-vjeçare për Shqipërinë, e cila bazohet në angazhimin tonë në Shqipëri gjatë periudhës strategjike me afërsisht 900 milionë euro financime dhe asistencë teknike për Shqipërinë dhe synon të mbështesë progresin e shpejtë të Shqipërisë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.
Prioritetet e strategjisë sonë për vendin janë plotësisht të harmonizuar me strategjinë globale të Bergjit, që përmenda më lart, ndërkohë që janë përshtatur me prioritetet dhe nevojat specifike të Shqipërisë. Prioriteti i parë është përshpejtimi i kalimit drejt ekonomisë të gjelbërisë. Drejt ekonomisë së gjelbër, do vazhdojmë të mbështesim Shqipërisë në përpjekjet e saj për të diversifikuar dhe zgjeruar burimet e energjisë së rinovueshme. Kjo përfshin asistencë në politikë bërje, financim të kapaciteteve të energjisë rinovueshme, ashtu dhe përmirësimin dhe zgjerimin e rrjeteve të transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë. Do të intensifikojmë përpjekjet për të përmirësuar qëndrueshmërinë dhe rezistencën në të gjithë ekonominë, duke promovuar masa për efikasitetin energjetik në shërbimet publike dhe bashkiake. Së fundi, do të mbështesim institucionet financiare partnere dhe klientët e sektorit privat në ndërtimin e kapaciteteve. Prioriteti jonë i dytë, të harmonizuar me planet e Shqipërisë në anëtarësimin në BE, synojmë të ndihmojmë sektorin privat që të përgatitet për të pasur akses në tregun unik evropian, duke rritur si financimin direkt dhe ashtu ato indirekt për të përmirësuar konkurrencën, qëndrueshmërinë dhe integrimin e bizneseve vendase në zinxhirët global të vlerës. Financimi do të plotësojë me asistencë teknike të shënjestruar për të ndihmuar në rritjen e produktivitetit, inovacionit e tjerë. Një nga shtyllat kryesore të prioriteti i tretë është forcimi i qeverisjes ekonomike, përmirësimi i klimës, investimeve direkte dhe modernizimi i infrastrukturës. Synojmë të lehtësojmë investimet të huaja dhe rritjen ekonomike. Do të vazhdojmë të mbështesim ndërmarrjes shtetërore në përmirësimin e qeverisjes së tyre korporat dhe praktikave të tyre në fushën e mjedisit shoqërisë dhe qeverisë. Duke u bazuar në rezultatet e forta, do zhvillojmë më tej infrastrukturën kyçe të lidhjes përmes investimeve dhe asistencës teknike, duke u forcuar në Dhe së fundi, gjithë angazhimi jonë do të vazhdojmë të sigurojmë koordinim të ngushtë me institucionet të tjera financiare ndërkombëtare, BE-n, partnerë të tjerë ndërkombëtarë apo dhe donator, për të maksimizuar ndikimin në dobi të Shqipërisë dhe popullit shqiptar. Dhe njëherë faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj në prezantimin e strategjisë sonë për vendin tuaj. Tani dua t'ja kaloj fjalën Zosca Kozën, që do të na tregojë për impaktin e tranzicionit në ekonominë rajonale.